Ne ndihmojmë as sa mundemi. Mos harroni se kemi specialistët më të mirë në shërbimin tuaj. Urdhoni xhan. Të faleminderit. Jam shumë i shqetësuar, prandaj dhe ju mora ju në Po minutën. prandaj dhe ne jemi këtu zotëri që t'ju qetësojmë. Po. U qetësuat? Po. Në fillim si ju quajnë? Atëre, më quajnë Murat. Më falë edhe një herë emrin? Murat me më, si molla. Ju kuptova. Më falni Murat, Po. Një minutë se unë jam i seksionit nga gërma A në gërmën L. Ju jeni Murati me M, Me M. Pra duhet të flisni me personin përkatës nga gërma M në gërmën Z. Prisni lindu dhe mos më largoni që t'ja usit problemin çek fëk. Si urdhon, faleminderit, si urdhon. Alo? Halo? Këtu telefoni anti-stres. Seksioni nga gërma M në gërmën Z. Flisni ju lutem si e keni hallin, që t'u ndihmojmë për një herë. Po, zotëri, nga zëri po më duket që ai pari prap. Po natyrisht që unë jam zotëri, po i kemi të ndarat punën me seksione këtu. Jemi shumë serioz në punë. Flisni ju lutem, tregoni hallin që keni dhe ne ja u zgjidhim problemin çik fëk për një herë. Të faleminderit. Jam shumë i shqetësuar, shoh shumë ëndra të frikshme, të tmerrshme, të Më falni. Po. Kur i shikoni këto ëndra ju natën apo ditën? Po, edhe natën, po ato më shqetësu se ti shoh ditën. Si, shikoni dhe ditën? Po, si urdhon. Një minutë lutem se unë përgjigjem vetëm për ata që shikojnë ëndra natën. Për ata që shikojnë ëndra ditën duhet flisim me personin përkatës që shikojnë ëndra natën. Prisni linjë lutem, mos më largoni që t'ja zgjidhim problemin. Si u bënda, o zot, alo? Alo? Këtu seksioni atyre shikojnë ëndra ditën. Flisni ju lutem si e keni hallin zotëri t'ja zgjidhim problemin çek fok për një herë. Ora nga zëri prapa i pari më dukesh moti. Po natyrisht që unë jam zotëri, është ekonomi tregu, punojmë në shumë sektor, po i kemi të ndarat punën, e kupton apo jo? Flisni Murat si e keni hallin. Po çfarë halli ju Selini as të tregojmë me hallin që kemi më. Qetso Murati. Qetso, puna jon kështu e ka, po jemi në shërbimin tuaj, ama sa vjeç jeni ju Murat? Po se duam jesë mi atë, burazer. Oj, 45 jam. Sa thata? 45. Një minutë lutem se unë përgjigjem për moshat nga 0 në 40. Për 40 deri në 80 duhet flisim me personin përkatës. Prisni lindu lutem, mos më largoni t'ja zgjidh problemin çek fort për një herë. Alo, o ti, o shok, na mon. Alo. Këtu seksioni moshave nga 40 deri në 80 i specializuar vetëm për këto lloj problemesh. Flisni zotëri si e keni hallin. Ja u zgjidhim problemin për një herë. Po çfarë të flasë, ti nuk më ashtu të dëgjoj, po më bëj. Problemi im është Murat. Qetso të lutem. Për këtë jemi ne këtu të qetësojmë. E di se çfarë do thosh. Por po unë jam i pari i seksionit nga gërma M në gërmën Z. Flisni ju lutem hapur me mua, edhe një ma tregoni hallin nga përbrenda. Murat edhe një herë. Kush jeni ju Murat? Motra jote jam. Vërtetë? Ua, prisni atëre motre Muratit, mos më largoni nga linja të lidhur me personin përkatës për seksionin e femrave, mos më largoni, Oh, ky po më çmend. Ky do më çojnë në shmendi sot. Alo. Këtu seksioni për emrat nga gërma M në Z, për ata që shikojnë ëndra ditën. Flisni zotëri si e keni hallin që t'ja zgjidhim problemin për një herë çek fak. Urdhoni flisni. Jam Murati me më i përkas atyre të moshës 40 deri 80 që shoh ëndra ditën. Shumë mirë flisni motre Muratit, si e keni hallin që t'ja Po nuk flas dot, jam i shkatërruar, jam i smur jam. Po na plasi. Ky telefoni është që nga shumë i keq, nuk punon as mirë. Prisni linjën lutem zotëri që vlit me personin përkatës seksionit të femrave. Mos më largoni t'ja zgjidh problemin çek fak. S'ka nevojë. E si vetani problemin. Parim është që unë jam Murati me më që përkas atyre të moshës ka 40 deri 80 vjeç. Që shoh ëndra ditën. Që janë njëkohësisht motra ime, motra jote, motra atyre që ka aty rrotull ti. Tani s'ka më asnjë problem, e kam zgjidhur. Iku dhe Murati ka gjepati. Kush je aty? Or jam unë duket një bombone, more vesh apo jo? O i fola atë, i fola motrës sande. Ale gojnë që vindjo. Hajde ma, takojmë jashtë aty, takojmë që vindjo. When marimba rhythms start to play. Të nderuar teleshikues, sipas një sondazhi të kryer nga radio televizioni jon, del se shpreha më e përdorshme fjalorin ton të përditshëm shqiptar është shpreha shtyje ta shty. Tani për ta vërtetuar të shprehje, unë kam marrë kamerat këtu edhe do të filmoj disa nga bashkëqytetarët tanë, do t'i pyes nëse më falni, ja, eri një zonjësh, më falni, radio televizioni shqiptar jemi. TV-ja? Prit pak, duke bukur për TV? Po, shumë bukur, duke shumë bukur. Atëherë, kemi për të bërë një pyetja është e thjeshtë fare. Si e kaloni kohën? Ua, po shtyhet a shtyme kalojmë. Më fal, po si e shtyni? Si të gjitha vajzat e reja.
natën shtrirë në krevat. Kurse ditën në këmbë, në karrike, mbi tavolinë, poshtë tavolinës, si të jetë shty? Si të jetë? Më falë, po konkretisht. A, e doni konkretisht juve? Po konkretisht e shty me politikanët. Sidomos me atë Erion Korinin, më falë, Erion Braçën doja të thoja. Po, kur dela i në televizor, u shkrije, më relaksën fare, nuk e ke iden. Pastaj, ne të qiste familje e shty me politikanët. Ashtu? Po, mami e shty me atë vetu trashin, Skënder Gjinushin. Po, ndërsa babi e shty me Josefina Topallin. Kur del Gjozi në televizor, babi ja, kështu ngelet. Po me Salën, ke në një kje shtë dy? Ja. Prit pak ti me Sali Berishën mos e shty veti, se ne nuk e shtym dot. Jo, unë në rregull, dakord, unë e shty me të tërë gjanë, në rregull, dakord, po. Shumë. Më fani, po, sa ko do të vazhdoni që ta shtyni kështu? Ua, po, sa të ketë politikan edhe parlament, shtyhet ta shtyme kemineve. Po, tani të më falësh sepse ka një konferencë për shtyperion Korini dhe më falë Braçja doja të thoja, edhe 20 minuta ta shtyme atë. Shumë falenderoj. Përshëndetje? Po mirë, me që ke rasin, po. Ma, të përshëndes nga të vëja, të dua shumë, edhe e bleva sallami që më porosite. E bëri dhe reklame sallamit, jo, falenderit, shumë falenderit. Jam i bindur që këdoj që të pyes, më fali, o shok, o zotëri, më fali, Më fali, radio televizionin shqiptar jemi, këtu i lutem, po, me jo e kam. Ja, përqendrohu te kamera, këtu ja dhe ke kamera, shumë bukur. Televizori? Po, televizioni, po. Po pse s'më thënë kisha vënë një kullaro? Ja, shumë bukur. Atëre, kemi për të bërë një pyetje dhe është thjesht fare si e kaloni kohën. Vërda? Kohën, si e kaloni. Shtyje ta shtyj. Më fal, po, si e shtyni? Pak. Po për shtyre shtym goxha. Ja të më falës ma se kam vënë aty me atë xhaxhan ta shtyja 10 minuta me të. Se edhe ai xhaxhaj si puna jote është në? Kur është mirë ai e shtyn me plakën në darkë në shtëpi. Ndërsa pjesën tjetër të kohës e shtyn me muaj. Talon do më lësh ma vetë ta shtyja 10 minuta me të? Ik bra, zeri. Po çik faqe të keq vend. Bravo, ja. Shiko, jam i bindur që këdo që të pyes. Ja, edhe tani ta pyes është, shiko, ky është, ka i ka mendje kokës para se duket është viktimë e krizës, patjetër. Më fali, o zotëri, o shok. Më fali, jo, mos u trëmni. Radio televizioni shqiptar jemi, kemi për të bërë një pyetje. Po pse se bën, ç'ke? Pyetja është e thjeshtë. Si e kaloni kohën? Shtyje i dris, 3 uje, 1 oriz. Fshiu se e përpis. Më fal, po si e shtyni konkretisht? Në këmbë, nga Sahati te tuneli. Mbushi muj me bidona, pasaj shuna prapane. Nga tuneli te Sahati. Në darkë e shtyp në shtëpi me grua me qilimi, ashtu e shtyn edhe ti? Po, natyrisht edhe unë si gjithë tjerë, po sa kohë do të vazhdoni që ta shtyni kështu? Sa të na doj kokrës e qefi do të ashtu. Ti e shtyn për vete? Po lëna ta shtyn dhe ne, ç'ke? Më po ç'është kjo si banane, si patlıgjane 3000 kg. Jo, ky është mikrofon, kemi një emision i cili titullohet Shtyhet ta shtym, e japim çdo të martë në emisionin Shtyhet ta shtym pra në orën 18:30. Televizore? Po. Oh, sa mirë! Dash kemi ta shtyp e ja 2 orë televizor. Ore, nuk vjen ta shtyp bashkë? Jo, se kam dhe montazhin. Nuk vjen dot, Pa mirë, shtyje vetë. Hanja tjetër. Mirë pashë. Shiko? E pra të nderuar miq, si konkluzion kësaj thonë. Shtyje ti edhe shtyje unë, shtyje kush ta shty më shumë, shtyje ditë edhe shtyje natë, futja portës gri sallatë. Faleminderit Afrim. Po që të shkon roli gazetarit? Mua? Po, artistit, çfarë do lloj roli i shkon? Tani më lejo mua që ta bëj një pyetje. Po? Në fakt kam nevojë edhe për Gonin edhe Metin. Po mi le të vjen kolekte, E kam ti me do merak. pyetjen, okej, haj. Një jetë të tërë bashk, vërtet për t'u admiruar apo jo? Nuk ju ka shkuar ndonjëherë në mendje që të ndaheshit? Ne, në fakt, mund na ke shkuar mendja për të ndërë me gratë, po me një tjetër jo, jashtë fakti. Po në Tiranë për shembull ose në ndonjë shtet tjetër, nuk ju ka shkuar mendja që Jo, na ka veni? shkuar, po Ha? si? Na ka shkuar, ja. Po mirë, ja e zëm se shkojmë Tiranë, ne me banim atje. Jemi në një spektakël, si do prezantohemi ne atje? Të nderuar spektatorë, përpara jush parodistë të Vlorës që banojnë Tiranë. E drejtë, megjithatë, për arsye ekonomike mund edhe të kishit lëvizur apo jo? Unë di që ftesat nuk ju kanë munguar. Nuk nga ka munguar, kemi qenë deri në Amerikën e largët 2-3 herë gjithandaj, po në fakt në vitin 2004 na ka ardhur një faks nga Pullumkulla artisti i shquar,
në cilin ne na bënte thirrje artistat të Vlorës pra parodistë të shkonin në Amerikë edhe të rinin atje. Ne në fakt çfarë bëmë me di? Ne me bëmë një parodi, po jo për artistët amerikanë, por për artistët tanë, që shkuar dhe metën ma tanë. Hajde unë po ju dëgjoj këtu pranë. Faleminderit. Si nuk pyetët për këtë vënd edhe i këzdi se ku I këngjirë kurët e vegjër të mëdhin betën këtu Kështu si e ke njësur një nga një e dy a tri Këm shqiptari nuk do mbetet, betën emri Shqipëri Shpët kështu, ju artista shpët kështu U shpëndat në kashte koqene në lanë këtu Shpët kështu, ju artista shpët kështu Ju me jeni dezertorë, s'keni vën këtu Shpët kështu, ju artista shpët kështu U shpëndat në kashte koqene në lanë këtu Shpët kështu, ju artista shpët kështu Ju me jeni dezertorë, s'keni vën këtu Media gron, ku shkoni ju, Nuk më thanë dorim tuna, ju ikët edhe ju. A këtu, hajde pra këtu. S'bëjnë si ju, jemi buras, jemi dru Ne i dha fjallën ministrit, do qëndrojmë këtu S'kemi frik, po e themi edhe pik Ju ta bëni dhëmbi, kaq ne zhim në Amerik S'jam tërbu, në këto troje s'jam tërbu Kontrabande, korupcion, i bëjnë dhe pa ju S'jam tërbu, në këto troje s'jam tërbu Edhe me rok buqetori do vdesim këtu, jo si ju Pane. Një, dë, një Ravën e ke ti Një, dë Brother. Qa s'dojle, bjerë punë do të shkush Lere tani se filloj Big Brother. Ua, Big Brother, të ka shkuar mëndja për në njofje të re? Are ti po Ja, do t'i kërë. ketë arrullojnë Are ti vetëm ti do shikosh, ne të tjerë do frynë në sytë. Po, do shikojmë. Ja se shkoj them babi, kuraj, kërë. Atë keqë, aty, o. Qa po këtu ti? Ha? Qënë ta filma i shikon ti? Filma jam, po kjo E që kurtin mu? Je që kurtin? Qa purtin do t'i, pa kjo Os ma tre zëri mua papjere kurtin tu se fillon sportim, hajde shpejta. Do shkoj filmi, po kjo E ka dhënë të citati 100 tera të filmi, e ka parë me miliona e papjere këtu kurtin. Da që do shkoj, do shkoj filmi, po kjo Ore surat pra Galile, do të athuje, do të bëj 4 copa televizori, më revesh apo jo? O kreckë Thyre, po shkoj nga babi pasaj Bjere këtu kurtin. Po qa do pse nga shkoj, kush nga shkoj, po kjo O ba, kjo nga shkoj Bjere këtu kurtin batëm. Qa keme djenë? Ja, kjo O ba, ky shikon nga ta filmat me pull të kuqe. Më lungë Qa të lundër? Do ta fut të rinja. Jo, E pasaj qa pasaj? Po mor fillon sporti tani, më kupton apo jo? Të thua i ditë fillon sporti. Jere, Ba. hajtë ke një bërë. Ama të keqe se është film me amore. Ky, he? Ja, e të gjanën? O ba, se miku sporti. Te sa vajtë ora? Po, ja shikoj sa vajti. O, 8 ora? Purti. Mua filloj lajme tani, o qa thot, ika? Qa lejme do të... O, ba. Vetë rritë tu afrë. Aty baje, aty Ja, e shikon ba, i ka dhënë formacionet. Se kush los, unë nuk ma vesh fare. Pso, të do neve, sot para dite, forca speciale të kryjë qytetit Ka hyrë në fush me mbathje blu dhe kanatire blu. Ndërsa ekipi jo si gjithmonë ka hyrë, La kurik O qa filmi shky, o qa aktori. Je një pushti. i tha zëdhënsi mirësi së prëshme, i cili nga ana e ti i dha një fshen nga mbra. Të lumë të koma shumë mirë bëre. Si kore ba, lojtari me numër 9 që nga rëzuar për tokë. Po i thuaj mojtë të qohet, se e zuri frymë, budalake. Helveti që nge një kriminel, i cili u ekstraduar nga forcat e rendit,
nga kontrolli ushtruar në banes, ju gjetën dy topa. Njeri që nga i qarë, nuk është dakord ansori, cili nga ana i ti, ha? O që i benevreke, ti doli për balë. Hete ke, qa po i bëngështu aje? Kontroll banese, për armbajtje pane. Këti kontrolli dhe dashkan të nështrojnë të gjithë qytetarët nga mosha 14. Deri në vdekje. Nuk të ndata i ty, po jo. Afro mu i budallaqe, nuk e shikon që ai po t'i jep 1 kilogram drogë, e cila u gjën duke transportuar me baret si pasojë ndryshës nga mbrapa. Shumë mirë ja bëri. Arbitri po e qorton, po çfarë po i thot opa, ha? Ikare pusht. Ignorant. Po nuk trajtojnë këtu femra. Edhe ti që nge një bombë. Bombë me vërtet, pa, që portiri me vrar, po e nxjerri me? Me sida. Po ku e gjeti sidën ajo? Po ajo salamet femre. Afro dhe putë të skretën, se ndryshe do t'a bës që të haj banane presh lakra, të cilat qiten trotuareve. Policia bashkjake nga ana e saj, se cilit nga këtyre shqicave ambulant u ka futur nga një presh. Shikopa, ja futu ja birdit me presh mund kokaj. Gol! Gol për djetë familjet, të keqe vla joti, shikopa, 1-0, të keqe. Unë për me rovë dhe po niset në drejtim të? Sa të me. Asaj t'ja thoshit gjitha se vete kështë e faj. Nuk të tashu që do ash? Të gjitha llojt e sallamit të prodhura me mish Zakari. Pria me gurmazi dhe idhja. Arbitrit! Opa, shko e tani po nëzirë jashtë loje? Që Ministrin e Financës. Shiko, Ministri i Financës, bote nga ana e ti ka ullur pantalona. Mëshia, mos ja jep në inati. Të keqe. Ore, Vandak, silu dhe njera ashtu, po e diku të qonë ajo. Në Iran, Këshilli i Sigurimit i ka shpallur embargo dhe i ka hequr të drejtë për të shkuar në hale. Ja, ti e ke vënë, se vete kështë e faj. Ikbuj budallaqe, nuk e shkon që a i po nëzirë. Kartonin e kuq! Shumë mirë ja bëri, lojtarë rrugat. Po, plasin sheri në fushë dhe në stadium. O të keqe, lojtarët po sulën drejt parlamentit. Shiko, kryetari opozicës është duke zënë me atës të mazhorancës. Patale që po i thotë? I ka i degeneruar. I mbaruar, i korruptuar. Bëre sa bëre qef me të ti, e kërkon të avrasës tani, ha? Jo, mos e vri. Pa mas e shde lakuri. Pa nuk vri e qevra lakurisht, të ke qevla. Ja, mas e vri, të ke. Bëre mos. E bravo, re. O që vrasë, të ke që qavë, të në vrasë, nga fëmi fund. Dashurin e parë, kush nuk e provoj, dhimbjen që la pas, kush nuk i këndoj. Kush nuam fjallës që mi thoshje me asjar, kush nuam lullet që mi thirje plot me vet, ku fluturoj dashuria jone par, ku shkoj motivi që më zgjon të çdo mëngjes. Një këngë vetë me jo nuk është rinia, por veç një dhimbje kam dhe do ta zbes. Se një prej këngëve është dhe dashuria, por kënga ka një strofë, por ka dhe një refren. Jo nuk e besoj, ta kem të lejtë që ta moj, kur dashurin e parë. Jo nuk e harroj, mos duaj s'më kujtoj, as njeri sot ta besoj, dikun andra, do të vive të takoj. Jo nuk e besoj, ta kem të lejtë që ta moj, kur dashurin e parë. Jo nuk e harroj, mos duaj s'më kujtoj, as njeri sot ta besoj, dikun andra, do të vive të takoj. Dashurin e parë, kush nuk e provoj, dhimbjen që la pas, kush nuk i këndoj. Nëse përballu njoha me një djalë, shkëmbeva qitëru me të disë fjallë, po kur u ndam të dy në stacion, a i dorën mu se qma shtrëngon. Skaluan shumë vetëm disa dit, kujtoj
Doja semrin I harrova dhe ty. Po kur në rrugë befas më ndalon, si për çudi më thon se më dashuron. Ç'është kjo dashuri? Mos u nxito, mos u gabo, I zemrën time mos e kërko. Mos u nxito, mos u gabo, I zemrën time mos e kërko. Mos u zemro gjithë të mbaj mëri, por po të flas për ernës një tërsi. Unë një një pas që mbrojtë flet, të buzë qesh të respekton, nuk është e thënë se ajo të dashuron. Unë një pas që mbrojtë flet, të buzë qesh të respekton, nuk është e thënë se ajo të dashuron. Nuk është e thënë se ajo të dashuron. Mos u nxito, mos u nxito. Na ka hyrë kriza, qepat na janë shkundur, po na I merr me miza. O njerëz, çmimet na janë rritur, mendja na ka ikur në drejtim fatitur. Erdi prap koloni, po kërkoj më borgje, s'na je pasi toni. Ne paga, shumë na janë buru, për vete ungrihe, ne na meti Shumë rënd kjo muzikë, or tungjë. Të rënda janë dhe hallet e popullit, zoti Daskal. Po huaj, I li dhe birim. Kanë dalë për kullot, do dalë të kullos edhe unë bashkë me ta. Po s'kanë zbëj, le që ku ka kullota, I kanë djegur, I kanë bërë na, punë prona shtonë. O, zoti Daskal, se ne sytë dhe mendjen I kemi vetëm tek ju, si njëri me vetullat të trasha I mëndshme. Zotrote, sa e ke rogën, Rogën? Jo, shikyri qoftë madhit zot, na I ka në rritu rogën goxha, po se që na ka futu shteti një TVSH që nuk e kuptojmë. Bukur, kjo do të thot tavë shteti. Aha. Po të punoj në privat, do ishte TVP, tavë privati. Po ti, birim, që ke kështu që je I dagëldisu, shumë të mërzitur të shoh. Si jam fare I mërzitur, kam filluar vetëm të pi. Mos. Të pi dhe vetëm të pi. Mos. Më ka ikur. Edhe gruaja, edhe fëmija, më ka mbetur vetëm shtëpia. Qefi matë shumë. Mos birim, mos dil nga rruga e Zotit. Po çfarë të bëj? Atëherë ndëro muzikë. Mbaj vetë edhe ti, mbaj. Muzikë, S'më shikon ashtu, si do një skifter, jam bërë mule lagu, tamam si me nder. Mora një kredi, traste më rami, tani nga marazi, beta duke e pi, beta duke e pi. Ti s'mund ta kuptosh as njerë zemrën time, shtëpia ka mbetur pa as një kacile. Mbrëm një tura gruas, shporu moj debile, e dhuna depresioni fillon në familje. Tun, që aty tun, aty,
Poshje me njarë Ne poshte më vol Ju lartë e më lartë Këshillat e mia Ti mos i harro Mendo për ta njerëz Dhe mos i zemëro Dhe mos i zemëro Ti s'mund ta kuptosh As njerë zemrën time Nuk mbahet shtëpia Vetëm e prendime Sa herë na kërkoni Ne vim për votime Pa ekonomi mbaron Jeta ime Ti s'mund ta kuptosh Se zjen koka ime Do vjet një dyqan Me veshje intime Në kokë një çorape Në dorë një revole Pastaj let më thonë Se jam Hajdu zone O vezër Halles kam të sosu Nuk na mbeten lekë As për tu varosu O njerëz Kjo është kënga jonë Po ti pjem këmbanës As usna dëgjonë Një, dë, një, dë, një, dë, një, dë, një, dë Radhën e ka kë Një natë behari me hën Shtegu në mojta kam zën Shtegu në mojta kam zën Culë në buze kam vën Një natë behari me hën Shtegu në mojta kam zën Shtegu në mojta kam zën Culë në buze kam vën Eja sot ka dhe me rëmba Për një qikë se ishte Por unë të njoha në qape S'më del mali asaj nate Eja sot ka dhe me rëmba Për një qikë se qëtë rëmba Në qape S'më del mali asaj nate Patë lehta shumë, ca patë lehta shumë, ca patë lehta shumë, ca patë lehta shumë, sot ka dhe më lepa gjumë. Eja sot ka dhe me rëmba, për një qikë se shtë trëmba, por unë të njoha në qape, s'më del mali asaj nate. Eja sot ka dhe me rëmba, për një qikë se shtë trëmba, por unë të njoha në qape, s'më del mali asaj nate. Si u flijet kësaj vrinje, si u flijet kësaj vrinje, kur kalon sorka dhja ime. O ju lullet trëndeline, e si u flijet kësaj vrinje, si u flijet kësaj vrinje, kur kalon sorka dhja ime. Eja sorka dhe me rëmba, për një qikë se shtë trëmba, por unë të njoha në qape, s'më del mali asaj nate. Eja sorka dhe me rëmba, për një qikë se shtë trëmba, por unë të njoha në qape, s'më del mali asaj nate. Atyre u anjojnë zërat, apo jo, i kemi dëgjuar për herë në për parodin. Mirë po sonte, ata kanë një surprizë.
Ata do të performojnë krejt ndryshe. Do të këndojnë një këngë të Mirfield, falkongulje së mjeshtrit ton të muzikës Artur Dhamo. Ata ka nevojë për përkrajen tuaj. Goni Afrim. Hajde. Hajde Afrim. Gatitu. Skena për ju. Kunde for si një tërmet në der, me dy sy që po në shtrojnë këtë kontinent. Nga shëqimi tyre edhe hyjes më nuk po ndryqojnë, ti logikën time po gërish me thonë. Bukuria jote ka një editet, është diamanti që shpëndan të gjitharet. Sa gjyna që nuk shikon atë që unë nga ty shijoj, për balteje vota ime së shqirësoj. Uj vetëm uj kur kalon të qoj. Qëllove, çmendurish me shenjë, aktrime plumbi hys në vret. Dhe zemrën, nëse qa, dhe si lutur dhe nuk jam pishman. Kjo është kënga jote dhe ta dedikoj, unë atë do na për ty do ta këndoj. E ta mësoj të gjithë përmendësh dhe në kor kur ta dëgjosh, ta kurosh ma gjin që ke dhe ta besosh. Buj vetëm buj, ka e ndo kanosh. Qëllove, çmendurim në shenjë, aktrime plumbi më drejt. Dhe zemrën, nëse qa, dhe si nun kur pa pishman. Qëllove, çmendurim në shenjë, aktrime plumbi më drejt. Dhe zemrën, nëse qa, dhe si nun kur pa pishman. Qëllove, çmenduris në shenjë, aktrime plumbi më drejt. Dhe zemrën, nëse qa, dhe si lundur dhe nuk jam pishman. Lindi? Akoma? Mirë, këtu jam. Shutje. Një tjeda. Nëse dhe ju këtu për para maternitetit dhe keni përgrojnë? Po. Po nuk të duket se u vonuan shumë, kam 2 ore e gjysmë që e ka purë për t'lindur dhe akoma. E po ky stank të bulmet ka? Ju fëmina pare keni? Po të parin? Nëse dhe ju të parin e keni, e? Po. Hajde me një kolla gjej temi dhe këte nga anët tona. Faleminderit. Po gruaja jote të parin e ka? Po dhe sa e ka mund të parin, pensoj se edhe gruaja ime të parin e ka. Nëse nuk e në një pyetje tjetër, e? Jo se nuk është e thënë. Ja për shembull një miku im ditën që u martuan, në vend ta shoqëron dhe vjeri gruan në altar, e shoqëruan 3 fëmijë që kishte me burrin e parë. Ashtu? Po. Tani do më falësh më se nuk kemi kaq shumë konfidencë për të bërë shakara të tilla kështu pa krip fare. Ne këtu pam këtu njëjtën për herë të parë, ti në punën tënde, unë punën time, apo jo? Unë nuk po bëj shaka, unë vetëm thjesht të pyeta, nuk e pse mërzitesh. A ka mundsi ta lëm të muhabeti dashur? Po mirë, në rrugë. E di çfarë ndodhi një miku tim? Ai të rjet në tingëli duke thënë ai nuk kam fëmijë. Do t'i vdiq edhe
I dole edhe 3 fëmijë të tjerë që kishe shpërndarë në për dynja. Shtu? Prandaj po them ti dhe jo të shoqe këtë që prisi sot e keni tamam të parin, je I sigurt për të? Jam shumë I sigurt. Ore zotri. Ore mos ke vetë ndonjë hall të ti ndonjë problem shumë me veten tënde? Unë kam të rallin tonë, prandaj po të pyesë për ty e kam. Kjo hallin tim ti? Po sa e bukur kjo. Bravo. Unë vetëm I hall shqetësim që kam tani për tani, është vetëm ajo gruaja ime të më lindi fëmin tim të parë. Ky është halli im. Po edhe unë atë shqetësim kam. Po atëherë shiko punën tënde. Po unë dua të ndihmoj ty, prandaj e kam. Për të mirën tënde. Ore s'kam nevojë fare për ndihmën tënde. Kam mundësi më lëre ata shin fundën mia. I valla ne këtu pa më njëtë për të parë. Në rregull. Ke ndonjë cigareti? Jo, pse? Që pse po ja. Më bëre për cigaret, ja pse? A do të thonë e pi duanin, ë? Po tani kur më japin qyl edhe endes nga një kështu. Në fakt unë e vendosa dje nuk kam më duan. Si e le? Për atë krijesi do të vi nga sallandej e vendosa nuk kam më duan. Fare. Po mos kam mbetur aksidentalisht ndonjë këtu në xhep Xhakavendos. Jo. Në fakt nuk donte gruaja, nuk doja edhe unë. Kështu që e lash. E po pikë zez, mos maj njeriu qoftë edhe një cigar kur tjetër ti çajet filli hundës sikur nuk shkon apo ja. Po kur të çajet filli hundës, se nuk mban vetë në xhep ti. Po e kam për ty, se unë të isha në vendin tënde, di çfarë do bëja? Do shkoja me vrap tek ajo në galeria, do merrja një paketë cigar, do nxirja një cigar, do ma vjen këtu te goja, do ta ndizja, unë do thosh aty, faleminderit shumë. Po pse nuk vete vetë tek ajo në galeria atje, tak ta marrësh paketën, ta hapësh, të nxjerrësh cigari, ta vësh te buza ta. E kam për ty. Sa I gatshëm je ti për të ndihmuar të tjerët kur ata janë në hall të madh. Je shumë I lezetshëm. Faleminderit. Dëgjoj. Pasi të lind fëmia, bëj analizën e ADN-s, më dëgjoj mua. Çfarë të bëj unë? Analizën e ADN-s. Unë? Po. Po pse do ta bëj këtu të ADN-s? Po unë kam patur një mik dhe ai kishte një djalë I shkatit. Të vjetën e tij ngeli duke thënë ai djali im kështu, djali im ashtu, djali im këtë, djali im andej, do t'ju sumu djali nga veshkat e duhet që I jati t'i dhuronte një nga veshkat e tjera. I bën që të gjitha analizat, bën analizën e ADN-s dhe doli që nuk ishte djali I tij. Prandaj po them, nuk e pse për 30 vjet mosh nuk e, bëj analizën e ADN-s. O zotri! Ora më shmendër, çfarë ke? Ke hallin këtu, çfarë qëllimi ke ti me mua? Ora nuk të njoh fare. Unë nuk dua shakarat të tilla fare. Nuk kam nevojë fare as për të mirën tënde as tim. Vita si pa këtu. Lindi? Kush? Sigurisht, gruaja ime, kush tjetër? Jo vëllai, unë po pres gruan time. Edhe unë për gruan e tij kam marrë për. Çfarë? Më fal, për gruan time. Fashe keni arë për gruan time. Jo vëllai, dashur. Ju fëmijën e parë keni? Unë të parin e kam. Të shkreti nuk e di, unë pjotoj vetë atë ti, po. Flas vetëm. Edhe unë të parin e kam. Ashtu, po e dini çfarë keni ju vajza, djala, ë? Nuk donte groja. Kështu që nuk donte ajo, nuk doja edhe unë. Të shkreti nuk e di, unë pjotoj vetë. Po, përgjigjem vetë. Unë thashtë edhe të papritur, surprizë, se kuptoni, e thamë, nuk deshëm ta shikonim as në eko, as në gjë. Mirë, shumë. Po ju të parin e keni? Unë jo, unë e kam të tretë, në hu, jam I stažanor unë. Vërtet, Po ata, dy të tjerë ti ke djem, ë? Jo, vajza. I doje vetë apo? Jo, djem kam dashur të fillim unë. Edhe, shiko, kam përdorur formulën unë për këto. Vërtet? Po si, po, në fakt, I merri vesh to formula atyve? Jo. Asi ti mia, vot ka spjegoj, shiko. Fëmijën e parë e zura me një formulë turke. Turku po turke elhamdulillah, si turk do të thon, e zura në dritë hënës, vajta mbaj sëmës. Po si. Po çfarë bësh? Kurse të dytën, e zura me një formulë braziliane. Ka ngën goja, kivi dhe banane, mazalla dhe avajz më doli. Vërtet? Po për ndër po. Kurse këtë, të tretin e kam djalë të, te kam mbërthyer me një formulë amerikane. Është formulë matematikore. E do djalë, e do vajz. Do të hap edhe juve se Salla e lindjeve këtu. Urdhoni motra. Kush është Idrizi aty? Unë motra unë. Hajde urime gruaja më në fund të polli. Atë faleminderit rrof. Ore çfarë është kjo punë, vjen I fundi deli pari, ç'a bëj atu? Aha, s'ka radhë në këto. Ore buraze, po s'ka radhë në këto puna, më vjen keq tash. Ç'a do bësh? Idris urime 2 binjak. 2 binjak. Të turojnë. Dëgjoj, te kjo formula e fundit. Do kem vënoj dysh për para unë, si do Nëse, mi rosh modrat, jo, djem, Vajza Idrise edhe plot shëndet nga 3 kile se cila, mashallah, sa koka jote e kanë kokën. Nuk ka mundësi, shqipta se do kesh gabuar, nuk ka mundësi, mos e ke gatruar, moj. Dëgjoj, një minutë, më fal, mos jam të këtyre se kanë ardhur para me këta, duhet ke gjepra. Idris, kam 4 orë me gruan tënde atje, më griu uria, më griu. More vesh. Edhe s'kam koto mere me ty unë. Mos më bëj filma mua ti Idris Qori, se me hir me pahiri futa prap nga dolën unë. Në, u bëra me 4 ku të futem mund tani. Të tërojnë, mos më mëzit. Jetë njeriu ke punë. O Idris, më fal një minutë. Por si ishte puna saj formulës si do na jeve pak më para? Jo, po e kam gatuar, do kem përdorur këtë formulën sportive në vend via X kam vënë 1 atje, 2 shkudi çka kam vënë. Si është kjo dynja? Prisë djali shka du bu me 4 vajza. Unë ti ja. O e më falë se nuk të pyota unë gruaja jote ku punon? Prapë, jore, prapë.
Unë gruan e kam për shtëpiolla dojtë, e kam shtëpjake, e mbaj me këta kra, e ushqej vetë. Po mirë, sa është gjë unë? Po atërë qa pastaj? Në fakt nuk kam dëgjuar shumë lave për ato shtëpjaket, prandaj po të them. Bëj analizë në atër nësë, më Qa ke dëgjuar? Po dëgjoj mua, bëj analizë në atër nësë, më dëgjoj mua. E pse duhet ta bëj të analizën atë nësun? Po bëj analizë. Iko shiko punën të tënde. Iko shiko gruan tënde. Ka mundësi Unë në gruan time e njoh shumë mirë, kam intelektuale bile, kam dhe sekretare në një ambasadë, ty dhe gruan tënde nuk të njoh. Prandaj po them. Bëj, mosh nuk e, bëj analizë në atër nësë. Ore më lere atër, ore burr xhelxe bile, kush pas ka njëjtur tërë. Qetësi! Po nga jero vllajtë. Qetësi thash këtu. Dëv. Çfarë hanësh këtu? Jo të keqen jo. Kush është ai nga ju? Unë jam unë. Ti je? Si vë? Ti apo ti je zili? Jo unë. Ti je. Urime me jetë gjatë. Ti vetë ti është Dalipi, ë? He, emocione nga trove emri. Mere, me jetë gjatë. Ti jepja grossi me këtë, edhe puse nga ana ime. Goxha burrë të vjen turp hajde hidhu se u alash në kalut, shopa. Ikmeni nga një tort nga ana ime. O të keqe baba jotja, o shpirti babait, u bëra baba, O qani babi, o shpirti, o të keqe. Qa është ajo? Si pak i zi më duket moj. Jo, nuk ka drejt aktor, jo. Qa i zi dhe mu kjo që nga katan fare. Ore, ku më the mu ati se të punon gruaja sekretarën që ambasade? Në ambasadën e Kongos. Sa të njaka, ore, original, ore, sigur e këtë se nga unda ato, u të gjizine. Të gjo. Ekipi flamurtarit, 20 zezaka vetëm, do t'i them unë trajnerit atë të amari atje lojtarët ben 2 zezake, ti do s'kërë që t'a bëjmë mbrojtës. Sa të njërë, mërë originale, moj gra, që më bët moj gra. Tahip Dalip, do na fani ju kërkojmë pjesë kemi bërë një gabim fare të vogël. Të Tahipit ja kemi dhënë Dalipit dhe të Dalipit ja kemi dhënë Tahipit. I thash i të bënda analizë në edhe nëse. Tahip, mbaje. Po që ne ose ka batu grua nasë ambasade që? Falenderoj këta të rinj të talentuar me zëra vërtet shumë të bukur që nuk kishin përse t'i mungonin skenës tonë. I falenderoj gjithashtu që më dhanë edhe mua kënaqësinë për të bërë pjesë e kësaj surprize të këndshme. Faleminderit. Gjorda, Gerti, Jola, Jona dhe 2 balerinët Angela dhe Amarildo. Banda Shpërndahu. Qa pet kështu vdese, qa pet kështu? Pu, iku dhe banda u shkërmoj fare u shkri. Betëm pa punore. Ka në një biznesmen këtu ore. Ore të na gjithë në një vënd pune se plasim. Po qa biznesmen ka në një që do të rregulloj shpina, do të bëjnë punim në... Qa të këtë hapi kanale, Raman, po atë veglin muzikore, shite ti? E qova për skrap. Apo mirë? I mora dhe unë 5 lekë, që të shamë veglin muzikës? Po, kush do na japi në i lek, se kemi mbetur pa brek. Po ne për lek kemi dalu për vete këture. Kam 8 dit po i bje vërdal qytetit e mazalla se me njërin punë. Nuk ja si na i kodë... Jo, për asë, po ne kemi dalë për punë vetë, ja këtu, omonja, shtu, për shkoti? Ore! Po fillova punë, unë fillova. Ku fillove? Në KQ. Po, qarë është jo në KQ? Në kërkim qindarkave. O, talësh me neti tani. Po, vëtime. Po dhe kjo punë si nga gjorë, ju se në shon njeri nga dora. As njeri? Si kur ta tundësh, s'ti jep njeri. As njeri? Kësa i thonë fukarallëk, maskarallëk. Parfëria si përhe, na hungjit na hu bëfer, jemi njerëzit më pavler, kemi mbetur si të vjer. Shtrejnë këtë borë si majmun, cep të gjej më pun, gjaj e gjëri masim rrugët, o të kopi prej më lungët. Varfëri, moj me usure, unë së dhe, shati më zure. Varfëri, moj me usure, shtrohe ha, vetëm fas
skule. Naj, 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 naj. Naj, 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 naj. Naj, 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 naj. Naj, 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 naj. Çmime ngrien latë më latë, s'kemi drita asë në darkë. Sytë i mbajmë nga dritë e vënës, Kemi vajtur në të sëmës. Kjo varfëri e shtet, nuk vinë si kërpulla vet. Kriza edhe varfëria, janë dhurat nga qeveria. Qeveri, 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 ba qevelule. Varfërin, 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 tina i drue. Varfëri, varfëri, varfëri që s'na u shkule. Qeveri, 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 tina i ngule. Ngule, ngule, s'na i shkule. Ngule, ngule, s'na i shkule. Bravo, qeveria! aty mbaje. Ku të vete? A pika në. Po qa do bëjë, po ku të vete në shkreti unë? Ku të vesh? Po janë 4 fëmijë në shtëpjerë. Po mirë ju, po unë s'desha që erdha nga fshati, zbrita poshtë në qytet. Po puna jote? Unë kisha dhe tokat e tim, e ti punoja ati, e mbilla në i farë, që kushisja në gjykte nga qyteti. Qare? Ke toka në fshat ti? E ri këtu në qytetë? E di si thot mëse qarka? U të hengër qim, zabinën e mund vrim bytës. Por banalit dërqim. O idiot, po i go puno toka të alamet pasurie, s'kërkon të këtu në qytet. Ore, e bëjmë shunëve. Do vim me mua lartë të fshat ju? Si o nuk vim, do vim, po qa do vim në fshat? Ja, do vim punoni token atje, do t'u ja farëm në ta mbilli, pasaj do t'a vadisni, prashisni, ujisni, edhe në fund do t'a shisni. Rafsh. Jamë në fund u punësua. Do mbjellim tomate, piperka, qep, fasule, bamje. Jo. Qa do mbjellim, vla? Do mbjellni ashash. Qake? Të rëndë, sa hamari të rëndë. Hale. Shka? Për jo se të fusin në burë këta të policisore. Unë me zara rajon. Qa pëndur, po ka vetë për ti nga 2-3 veta. Hajde. Për jo se të fusin në burë këta. Po ka vajdu 600 euro kile ashash. Dhe të me sa doj. Qize. Hajde këtu. Do vemi se me këtë pun i thua fukara lëkut ik pirdu. Mua më merë në qafë në këtë mosh mua. Hajde. Do vim. Ja fshatin të ke keni. Ja, e shikor do gërmushat atje të atë. Ja, bima atje, a jesilja atje. E, ajde me gjithë me majs. A isha shashi? A isha shashi? O, të shashi në me gjithë jetë atë. Hyri pili do t'i more marsi, o në përrëza lunë zona shashi. O hashash të doj more nami, 600 euro bajti kilogrami. Fundi kushtin hajte në shtatorë, se që nasurë, o me prejnë dorë, e na i prejnë e shkullën në përbabë, e vidir tjetër ne mollë prapë. Fundi vjeshtës, o po se që nasunë, e ku në mbinë gjithë këta spiunë, të prenë shashore të prenë, e ne të shkretë të more në miru të vemë. O, që angrë, more. Shorim dreqim. Po banë mosha i me burgo qak vetu në më qytë. Ja me këtë mosh që kemi vetëm ta përtretim për Edhe ti më marë në gjafë, mamë. Tila shashme, i vetë me. do e lekë. Këta të fusim bërda. Je burë as je burë, qaj. Dale. Bavër. Sa bukur. Bukur, e. Ku jemi këtu, në vila apo në burg? Sa vila të bukura, ku shika për këta vila? Jo. Ky është burgu i rior. është bërë në kujdesin e mbretërisë së Hollandës. Qa thua? Se burgu shkë? E burgu. Po ne das kemi të kënaqemi këtë e hedhim, mos e çani kokën fare. Ai fut janë
bëni një këngë. Bëni bura. O jemi prima more kapetan, o disa vjetën e këtu do ham, o ne do hymë e do dalim prap, ose këtu more që nkare ham. Punarën të vika këtu paska uje drita, na pretuan rrok mujore, atër kishim dhe dashnore. Nuk nga bëhet për të dal, këtu ka dhe digital, më mirë brënda buke gjumë, se sa jashtë edhe pa pun. O edi drita shokë për të dal, o ku të mbytemi tani morgjan, o qyshtja bëjnë më po jemi në hal, tani që dollër do të vërdal. O ju të dashur more pushtetar, jeni flori more margaritar, o jeni bura more të papar, na quat prapande nga kemi dar. Roshi, faleminderit. Trupat të gjithë në sken! Ky hapa! Nuk ndjeni rahat me recipetat tuaja? Jeni mërzitur duke lëvizur mbërthenjësen? Një tjetër fitore për M'entendez-vous? Répondez. OFF 027. M'entendez-vous? M'entendez-vous? OFF 027. M'entendez-vous? Répondez. Tiens, fais exactement ce que je t'ai demandé. Ici OFF 020. Il ne manque plus que votre part. Un instant. Voilà. Oh, attendez. Non. Non, il a dit c'est dans votre manche. Qu'est-ce que vous dites? Dans votre manche. Enfin, non. Oh, faites attention, bon sang. Dans votre poche. À minuit, Fantomas viendra prendre cette cassette. Lui-même? Lui-même, enfin vous inquiétez pas, il n'ira pas loin, je suis là. Nous sommes là. Alors n'oubliez pas, à minuit, Fantomas arrive.